ne, sidomos për konsumin që transporti publik ka, domethënë kjo lloj përqindje, le të themi, në çmimin të cilën ne nuk e parashikojmë dhe nuk e dimë se sa do të shkojë, kjo përqindje është e papërfillshme në uljen e çmimit të karburantit. Pra, transporti publik nuk duhet shikohet ashtu siç funksionon me një mjet privat. Pra, taksa e qarkullimit në transportin publik nuk duhet funksionojë ashtu siç e përmendi dhe ministra, që taksa e qarkullimit është një taksë për të demotivuar individin në mënyrë që sa më shumë të qarkulloj, aq më shumë do paguaj taksë. Në rastin tonë është një handicap që taksa e qarkullimit duhet të hiqet totalisht, pra të jetë zero, sepse ne kemi një kontratë shërbimi ndaj bashkive përkatëse, kontratë e cila respektohet me frekuencat dhe minutat që bashkia ka të përcaktuar për të ofruar këtë shërbim ndaj qytetarëve. Që do të thotë që transporti publik nuk ka nuk ka logjik që të paguaj taksën e qarkullimit. Po ashtu dhe tek pjesa e aksizës.